Ka përfunduar procedura e tenderimit dhe qytetarët duhet të presin vetëm edhe disa javë derisa qeveria të fillojë punimet për ndërtimin e 12 kilometrave të autostradës Shkup-Blac. Zëvendës ministri e transportit dhe lidhjeve Kaltrina Zekolli Shaqiri tha se nuk ka arsye që as qytetarët e as përfaqësuesit diplomatik në vend të shqetësohen, sepse si qeveri kanë kryer edhe procedurën e tenderimit dhe tani pritet vetëm faza e evaluimit të projektit nga ana e Bankës Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim. Zekolli tha se një pjesë e mjeteve me të cilat ndërtohet autostrada janë grant e pjesa tjetër është kredi nga Banka Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim. Nuk ka absolutisht hapësirë për shqetësim. Gjatë këtij viti kemi punuar intensivisht që të kalohen të gjitha procedurat e tenderimit. Ajo procedurë është kaluar me sukses. Mandej pas procedurës së mbylljes së tenderimit duhet të bëhet edhe evaluimi, i cili është bërë nga ana jon, pasi që për autostradën Shkup-Blac kemi një pjesë të grantit, por edhe kemi një pjesë të kredit që mirret nga Banka Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim. Gjithçka tani varet prej tyre. Presim sinjal pozitiv, domethënë gjithë dokumentacioni është dorëzuar në zyrat e tyre, presim që ata evaluojnë dhe besoj që nuk do të ketë asnjë problem ose asnjë vërejtje nga ana e tyre. Ndërtimi i aksit Shkup-Blac është premtuar nga viti 2018, prej atëherë deri më tani kanë kaluar plot 9 vite dhe janë ndryshuar disa ministra, se së shpejti do të fillojnë punimet u premtua edhe në vitin 2020, por në teren nga atëherë deri më tani të përfunduara janë vetëm 2 kilometra, të cilat vazhdojnë të mos jenë në funksion.